Bashkësia ndërkombëtare kishte dyshime për vendimin, por kosovarët po këmbgulnin në ndërmarrjen e tyre sovrane. Unë e kam përcjell reagimet ndërkombëtare. Ka pas ndërkombëtar tillë që kanë besuar që Serbët tash kanë me vdek uni sepse ja u kemi hek valutën. Domethënë ata nuk i njohin realitetin që njohin monete. Dhe kjo pa pik nevoje ka dëmtuar Kosovën, sepse në fakt ai ka qenë, domethënë denari ka qenë i përjashtuar për sistemin. Po të ishte provuar që në komunikim dhe në bashkëpunim me partnerët të mirë i ky hap ne tani do ta kishim të harruar. Madje pa na dëmtuar politikisht. Mirë po, se sa do t'ishte shitur, sa do t'ishte mundur të përdoret pastaj për politikë të brendshme, është pikpyetje. Qeveria dhe Banka Qendrore në këtë rast ka bërë një gabim në nxjerrjen e kësaj rregullore, sepse fillimisht nuk është dashur fare me nxjerr kjo rregullore. Për arsye se rregulloria e cila është nxjerr është, si me thonë, po nxjerrim një rregullore me zbatu ligjin. Ligji ekziston, nuk ka nevojë me nxjerr rregullore e re. Kësaj veprimi edhe kritikohet, por edhe përkrahet. Nxjerrja e një vendimi të tillë politik mund ta quajë jo të efektshëm dhe populist, Kosovës i ka shkaktuar probleme nga ana e miqve tonë ndërkombëtar, institucioneve financiare ndërkombëtare dhe pas disa vendimeve të tilla, t'i quaj politike, ndërhyrje të politikës në institucionet e pavarura të Kosovës, i ka shkaktuar ka një vit e gjysmë, 2 vite, masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Kemi një Serbi e cila është armiqësore, natyrisht që ti duhet ta ngrish zërin edhe të bësh diçka në drejtim të si themi rimarrjes së iniciativës për ta forcuar atë shtetin unitar, për ta forcuar rendin edhe ligjin, për ta forcuar si themi edhe për të krijuar një farë lloj peisazhi të stabilitetit në pjesën veriore të Kosovës.